Shoku Sokrat erdhi atje, më tha, votën ta dham, tha. Herën e parë tha nuk ishe gati, tani tha, e more tha, do të shikojmë, tha. Mirë po aty ishte gjithë grupi fjerit dhe ishte një grua, nuk e di a e keni parasysh, një Raimonda Stefa. Hajde këtu, hajde këtu, hajde. Ishte, ja, shikoni. Ta shikosh thua ti, grua e mirë, e dashur, komunikuse. Raimonda Stefa ma ka bërë malore jetën që unë të bindja Partisë Socialiste të Fierit se isha i duhuri. Kështu që vetëm mbas disa kohësh, të gjithë të tjerët ishin dorëzuar, më prisnin me buzëqeshje, me përqafime, me vija këtu në Fier. Erdhe ti. Hajde. Kur fitova dhe zemrën e Raimonda Stefës bashkë me Petro Koqin e ca tjerë, aty u bëra kryetar. Kështu që prandaj kush ka mbështetjen, kush ka simpatin, kush ka energjin dhe mbi të gjitha kush ka Partinë Socialiste të Fierit si organizat, jo thjesht si frymë dhe si familje njerëzish, po si organizat, atëherë mund të thotë që ka me vete kryeqytetin e Partisë Socialiste. Tani jo. Tani e odhi Elmin prapë, se e ka këtë. Nuk ishin të gjitha kështu, do thuash si ishin tani? Po të vërtetën. Të vërtetën, do e thuash si ishin? Jo, po thuj këtë të vërtetët e hidhura, jo ato të mblat. Jo, e hidhur është dhe ajo. Bënim mbledhjen e Këshillit Drejtues, mbasi zoti Rama ishte bërë kryetari i PS-s dhe kishte këtë zakonin që e hodhi dorën tashi, dhe sa herë i dilte kamera do më gjente ku isha do jete dorën. Edhe i thash, mos u lot kot. Unë nuk dashurohem me ty, jam dashuruar me nanun në parti dhe me aqin në shtëpi. E vërtet është kjo. Nuk e mbaja mend kështu si deklarat mos dashurie, po ajo e ka memorien top, edhe dashurin me shokun fatos e ka pasur të shpallur, dashurin me burrin nuk ja kemi ditur, po me siguri e ka pasur dhe nuk ja mohon njeri. Unë nuk kërkoja dashurin e Raimondës, kërkoja vetëm mbështetjen e Raimondës. Ma dha mbështetjen, ma dha të plot, dashurin ma dha, por nuk ma shprehu asnjëherë. Ma shpreh me mënyrën e vet, rëndësi ka që të gjitha këto detaje vinë prapë tek ajo që thash. Ky është kryeqyteti socialist.